Partia Demokratike, Osman, ka qeverisur. Partia Demokratike nuk ka rëmbyrë prona komunitare me forcë asnjëherë. Partia Demokratike në të gjitha rastet ka zbatuar ligjet e vendit dhe konventat ndërkombëtare që e detyrojnë qeverinë të ulet me banorët. E detyrojnë qeverinë të marrë parasysh të gjithë shqetësimet dhe kërkesat e tyre. Në çdo rast, dhe kanë qenë shumë të rralla, absolutisht qeveria është ulur dhe i ka zgjidhur siç kërkon konventa dhe rregull ndërkombëtar dhe kombëtar, gjerë në forma konkrete shpërblimi e dëmshpërblimi. Pra, ai që ja u merr me forcë ujin, ai merr rol kuçetre. Ja u shteron burimet, si thonë, nuk mund të bëhet, ata me atë burim kanë, me atë burim ujë janë aty dhe kanë ndërtuar jetën në breza. Ndaj dhe të ulen, nuk jam unë që nuk ndërtojnë ujësielsa, por nuk mund pranoj kur dajakun kundër banorëve për duke u marrë burim në ujit. Jam shumë i prerë në këtë mes, e këte e bën Edi Rama që nuk njek asnjë lloj parimi rregull.